Përveç kësaj, sot më ka bërë përshtypje diçka dhe o them seriozisht. Niveli i lartë i të gjithë diskutuesve, niveli elitar i Partisë Demokratike. Tani ju e dini që unë nuk ri rahat. Çuni Kristaqit respektohet disnivelin. Respektoj që e mbreti i llumit, siç ka qenë gjithmonë. Tani, se më kujtove diçka. Ka një koncept në filozofinë e njohjes, si e shohin njerëzit botën. Dhe i famshmi kanë thot njerëzit botën e shohin si që janë vetë. Nëse je vetë qyryk, të duken të gjithë qyryk. Po flasë për shkencë. Kjo është shkencë. Tani para se të futëm, unë duhet përshëndes mikun tonë, vlajnë tonë, që qyryku e burgosi Ervin Saljanin, një fitore për Ervin Saljanin. Miqtë të nderuar, motra dhe vëllezër, këto ditë janë vendimtare. Janë vendimtare që të çlirohet Elbasani, Shqipëria, por dhe kombi shqiptar. Mos harroni se ky njeri shkonte në Beograd dhe thoshte Vučići vlla im dhe përqeshte Albin Kurti. Mos harroni se kur u vra Afrim Bunjaku, i kam shkuar në shtëpi dhe kam takuar vajzën e tij të vetme e cila qante për babajnë e vet. Dhe i kam thënë ato fjalë në parlament. Afrim Bunjaku, heroi i kombit shqiptar, nuk do ta shohi vajzën e tij të martohet, nuk do ta shikoj atë të rritet, të lumturohet. Ndërsa i biri Kristaqit, slavo komunisti, pas një jave, tha toka Mitrovicës nuk i përket askujt. A e kuptoni ju